Sot më vjen një mesazh në telefon për një ngjarje që ka ndodhur para disa ditësh, një ngjarje e tmerrshme. Një njeri kalon tek rreth rrotullimi I Kamzës, këtë më ka treguar një hozh, cilit ja ka thënë daja I tij dhe dajës tij ja ka thënë roja I lokalit që ka parë ngjarjen dhe ka dëgjuar ngjarjen. Thot, vjen një makinë me targa greke, pa dokumenta me sa duket, e ndalon policia, hap kraun, thot dokumentat, thot s'kam. I thot kam një 10.000 lekë, thot ai. Thot jap 10.000 lekë dhe e mbyllim me kaq. Si thot ai? Jo, I thot ai. Thot vallai, thot për Zotin nuk kam, vetëm këtë 10.000 lekë thot kam. Edhe ai çfarë thej thot për Zotin. Edhe ky polici, Allahu, çfarë them për të? I fut një çamë me Zotit, po me sa fuqi kishte. E ky tipi se duroi dot një gjë të tillë, thot doli nga dera, doli nga makina, tha merre makinën, tha se ti shave Zotin, s'kam punë me ty. Thot sa hap e mbyll syt. Një makinë e ngren policin në ajër, ndërsa tjetrin e plagos. Dhe kur e ka ndaluar shoferin tjetër, ka thënë nuk e di se çfarë ndodhi me mua. Është habit kur kishte pa policë që e kishin arrestuar. Thot pse? Thot ke vra policë, si thot kam vra policë. Është një xhai këtu I burri vjetër, që unë e du fort shumë, më tregon një ngjarje të ngjashme si kjo në kohën e Enverit. Në një nga kooperativat kënej nga Zbrishti Mzezi poshtë. Po binte shi dhe kishte bubullimave të tima, e njerëzit katunar të thonë o Zot, la ilaha illallah, si katunar, që u dilte ajo që komunizmi ishte munduar ta fshinte nga zemrat e tyre. E njëri për këtyre komunistave e nxjerr pistolet, dhe ku është ai Zoti, ku është ai Zoti, dhe e drejton pistoletën nga qielli, dhe në momentin që e drejton nga qielli I vjen një rufe dhe e lën shakun. Personi që më ka treguar ngjarjen është sot këtu në mesin tuaj. E këtu në këto dy ngjarje më kujtua thënia e Zotit xhalla xhelaluhu, ja ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. O njeri, që të mashtroj me Zotin tatë kaq bujar, pse Zoti të kalon të hash dhe të pish dhe të kalon çdo gjë në shërbim, kjo nuk do të thotë që ti cillesh kaq keq me Zotin tatë. Allahu na ruaj, plus Zotin e madh që na mundsoj që të jetojmë si musliman, të vdesim si musliman dhe të dalim përpara Zotit si besimtar. Amin.